Miqtë e mi, viti i ri është vetëm disa orë larg dhe të gjithë me zi e presim, me shumë dëshira se çdo vit tjetër. 2025 ishte një vit i gjatë, i lodhshëm, por shumë prej nesh kanë humbur edhe të afërmit e tyre. Kanë pasur dhe probleme ekonomike. Por një ditë shprese po lind në këtë vit të ri që po vjen. Dhe ne shpresojmë për mundësi e qëllime, sfida dhe ndryshime. Populli jon gjithmonë ka vuajtur, por gjithmonë ka gjetur rrugën e drejt arsyes, shpresës, përparimit, bashkimit dhe ecjes përpara. Ndaj ky vit që kaloi, dhe pse ka pasur shumë probleme për sa i përket ekonomisë, anës politike, përsëri populli shqiptar nuk është poshtur, por vazhdon të shikojë gjithmonë përpara me shpresën te Zoti se do të realizohen dëshirat e tyre. Pra viti i ri 2025 le të sjellë begati, mirësi, të sjellë shëndet, para, bashkim, prosperitet dhe mbi gjitha sa më pak korrupsion, sa më pak grindje në parlament, sa më pak probleme të tjera në familjet tuaja. Pra ky vit le të jetë vit i shpresës së madhe, që çdo shqiptar të gjejë vetveten, të gjejë atë që dëshiron në jetë. Gëzuar shqiptar kudo që jeni. Nga unë Albert Zoli.